Në Delvin, mbledhja e bimëve medicinale ka qenë për dekada një traditë që ka ushqyer shumë familje të zonës. Vera, një pensioniste dhe agronome me profesion, është një prej atyre grave që ja ka kushtuar të gjithë jetën natyrës. Edhe sot, në moshë të thyer, ajo vijon të mbledhë dhe të grumbulloj bimë mjekësore, një profesion që e nisi qere e që nuk e ka praktisur kurrë. Ajo tregon se krahasuar me vitet e mëparshme, prodhimi është ndjeshëm më i pakët. Kamomili dhe mullaga, dy nga bimët më të kërkuara në treg, thuajse nuk gjenden më në sasinë e dikurshme. Dikur këto i mblinin edhe fëmijët, sot mezi i gjejmë, natyrës i është prishur ritmi, thot ajo. Vera përmend po ashtu edhe një bimë të rallë, që rritet vetëm në brigje dhe shfrytëzohej prej vitesh për vlerat e saj kurative. Por këtë vit, edhe ajo ka munguar pothuajse krejtësisht. Shkaku kryesor sipas saj është dëmtimi i zonës nga zjarret, të cilat prekën një pjesë të madhe të pyjeve dhe livadheve të Delvinës gjatë verës. Flakët shkatruan habitatet ku mbijnë shumë nga këto bimë të ndjeshme, duke ulur prodhimin e tyre e duke vënë në rrezik vazhdimsinë e tyre. Kjo punë është pjesë e jetës sonë, ne kemi jetuar me këto bimë, por sot natyra është dobësuar dhe ne bashkë me të, thot Vera, ndërsa shpjegon se të ardhurat nga mbledhja e bimëve medicinale reduktohet çdo vit. Trëndafili egër, vitamin C dhe është shumë i mirë për kundër infeksioneve të veshkave. Edhe lule murizit bëhet shumë në Delvin, në kodrat edhe në malin e Sofotit, është shumë e mirë, që shërben shumë për zëmrën, për qarkullimin e gjakut dhe për rritjen e venave. Lulja e portokalles, se këtu në jug ka shumë portokalle, edhe shumë e mirë, vitamin C, dhe kjo është dhe si ka aromë shumë të mirë kur e bën çaj, po ama është edhe një vitamin C. Bashkë po të kesh edhe një 2 lëveshga të portokalles, bëhet çaj shumë i mirë. Tani, shoh që përveç të gjitha kamomilin kemi këtu, apo jo? Po, lule shtogun kemi atje, kemi gjëmbin e gomarit. Po kjo? Është shumë e mirë për veshka. Sa i veçantë është? Shumë i veçantë është, se ki është një pastrues i mirë për veshkat, dhe çdo njeri që vuan nga mëlçia dhe nga veshkat duhet ta përdorit. Biles dhe kur bën terapit, kush bën terapin që bën kimio, duhet të përdoret gjëmbi i gomarit. Tani këto vajrat, roznarina është shumë e mirë për kujtesën në radhë të parë, pastaj është shumë e mirë edhe për forcimin e flokëve. Dafina është për mbajtjen e mushkrive, dhe në qoftë se kini sinozite kështu 2 pika mund t'i mirë në hunda dhe ajo të çliron dhe kështu bashkë me kualipsin. Sherbela prape, ju thash është shumë i mirë dhe si qetësues, po dhe si për mushkritë është shumë e mira, por është edhe kundër djersitjes. Cila nga këto bimë e vlerësoni juve që po vjen më pak në pikën tuaj? Tani, këto lulet e vogla, jo kamomili, jo lule mullaga, trëndafili egër, kanë filluar të ulen, domethënë se në fillim e mblidhin fëmijët e vegjël, kurse tani shkollat e kështu nuk i fusin më në punë lule mullagës, që këto sa vjen edhe ulet, kurse rigoni, sherbela, lule shtogu, lule blini, këto deri tani shiqur kemi me shumicë. Fatkeqësisht, vetë zona e Delvinës pati disa problematika përveç përmbytjeve dhe zjarret në stinën e verës. Sa u dëmtuan bimët në zonën tuaj? Fatkeqësisht, si vje Delvina, pësoj një katastrofi, thashun, sepse i zëri gjithë fshatrat e Delvinës. Dhe të gjitha ato zona që kapi, ato ishin me bimë medicinale, shumë me sherbel, me rigon, me dafin, dhe për mua bëri dëm shumë të madh. Jo për mua, po dhe për të gjithë ata banor që jetonin ata jetonin me këto bimët medicinale. Të them të drejtën, dhe ishte dëm i papar.
por tani me kujdesin e tyre, pase këtë vit, nga që ranë dhe këto shirat, mbase dhe këto bim dalin, domethënë nuk janë djegur, se varet edhe nga djegja që është bërë bimës. Nëse janë djegur rrënjët, ajo bim nuk del më. E ndërsa tregu i bimëve mjekësore në Delvin po përballet me sfida në nivel kombëtar, ky sektor mbetet nga më të rëndësishmit. Sipas të dhënave të sektorit, Shqipëria kultivon dhe mbledh rregullisht rreth 186 lloje bimësh medicinale, si dhe aromatike, nga më shumë se 330 specie që rriten natyrshëm në vendin tonë. Pjesa dërmuese e tyre shkon për eksport, duke renditur Shqipërinë ndër prodhuesit më të njohur të rajonit. Një potencial që banorët e Delvinës thonë se duhet mbrojtur për të mos humbur një traditë të tërë brezash.